impakti që lëvizja vetë vendosi nuk ka arrit me fut LDK-n në koalicion, që kishte me qenë një koalicion shumë i dobishëm për Kosovën. Në këtë fazë, para se me shku tash, Albin Kurti ka bo mjeshtri të caktuar me disa klane për të sankcionuar LDK-n akoma ma shumë edhe nëse hinë në qeveri. Ne kemi bo matjet me saktësi të aktert e lëvizjes vetë vendosin, pe i Tiranës, më përmenja, me në Prishtinë, edhe njërës krucial që ka, edhe në vende tjera, të gjithë ta akter nuk kanë pas guximin të hinë në panel me LDK-n të bojnë koalicion. Po flasë për përgjithësi, se ata din që për konë bëfoli realisht. Albin Kurti ka qenë i fake i një koalicion, vetë ka qenë fake. Seriozisht po flasë. Po kemi binë vetë në do që po të somune. Ka qenë i fake. Sa ta përfundon? Sepse elementi për të grumbulluar votën, për të shtyr gjërat për para. Po keni drejt edhe me ndërhyr në moment të caktuar se debati është i hapur. Mos morim si mos të kapim në aspektin si individ. Flasim për strukturat. Shansin që ka pas Albin Kurti të fuqizohet edhe për një mandat me LDK-n, i ka hup treni tani.